Në portin detar të Vlorës, këtë të shtunë, më 27 dhjetor, është shënuar një nga flukset më të larta të emigrantëve që hynë në vend për të kaluar festat e fundvitit, pranë familjeve të tyre. Sipas të dhënave zyrtare nga autoritetet portuale, gjatë kësaj dite janë përpunuar gjithsej 446 pasagjer dhe 109 automjete, një shifër që konsiderohet ndër më të lartat për këtë periudhë. Fluksi i shtuar ka ardhur kryesisht nga linjat detare që lidhin Vlorën me portet italiane, veçanërisht me Brindizin. Emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në vendet e Bashkimit Evropian kanë zgjedhur të kthehen natëdhë për të festuar vitin e ri. Autoritetet portuale bëjnë me dije se janë marrë të gjitha masat për përballimin e situatës, duke shtuar personelin në sportele dhe duke koordinuar punën me policin kufitare, doganat dhe shërbimet portuale, në mënyrë që përpunimi i dokumentacionit të pasagjerëve dhe automjeteve të kryhet pa vonesa dhe pa probleme. Sipas burimeve zyrtare, procesi i kontrollit dhe i hyrjes në territorin shqiptar është zhvilluar normalisht, pavarësisht fluksit të lartë, ndërsa nuk janë raportuar probleme serioze apo radhë të gjata pritjeje. Megjithatë, përveç gëzimit të rikthimit në atë, një pjesë e pasagjerëve kanë ngritur shqetësime serioze lidhur me kushtet e tragjeteve të linjës Vlorë-Brindisi. Emigrant, qytetar të Vlorës, shqiptar që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe të huaj, shprehen se kushtet në tragete janë të papërshtatshme dhe sipas tyre mizerabël. Ata ankohen për mungesë komoditeti, pastërtie, kushtet të dobëta higjienike dhe shërbim jo në standardet e pritshme, veçanërisht në një periudhë me fluks të lartë udhëtarësh. Disa pasagjerë shprehen se, nëse situata nuk përmirësohet, do të detyrohen të braktisin këtë linjë detare. Po mendojmë seriozisht që herën tjetër të udhëtojmë nga Durrësi ose të përdorim linjat ajrore nga aeroporti i Tiranës, shprehen disa prej emigrantëve, duke theksuar se kushtet aktuale të tragjeteve nuk justifikojnë çmimin dhe kohën e udhëtimit. Sipas tyre, zgjedhja e porteve të tjera ose transportit ajror do të jetë alternativa e vetme nëse nuk ndërmerren masa konkrete për përmirësimin e shërbimit në linjën Vlorë-Brindisi. Këto shqetësime vinë në një kohë kur pritet që fluksi i emigrantëve të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa shumë shqiptar ende nuk kanë bëritur për festat e fundvitit. Pasagjerët kërkojnë më shumë vëmendje nga kompania detare dhe institucionet përgjegjëse, në mënyrë që udhëtimi drejt atdheut të jetë i sigurt, dinjitoz dhe në përputhje me standardet evropiane.